Prit, ky është sekreti që nuk ta thot askush. Dashuria jetës sate fillon me dashurinë që ke për veten. Kur ti je me këmbë në tokë dhe një vlerën tënde, jeta nuk ka rrugë tjetër veç se ta sjell atë që të takon me të vërtetë. Shumë njerëz kalojnë jetën duke vrapuar pas gjysmës së tyre, pa kuptuar se po vrapojnë me një vrim në zemër. Ne vendosim maska, veshim role dhe aktrojmë jetë që nuk na përkasin, vetëm për ta joshur dikë që po bën të njëjtën gjë. Por e vërteta është kjo, ti nuk mund të gjesh jashtë atë që nuk e ke ndërtuar brenda vetes. Ne shpesh nuk dashurohemi të tjetri, ne dashurohemi të mënyra se si tjetri në mbush boshllëkun ton. I përdorim njerëzit si pasqyra për të parë ato pjesë të vetës që kemi frikë t'i shohim vetëm. Dhe ja, pse lidhjet dështojnë? Kur maskat bien, dhe ato me të vërtet do të bien, gjithmonë. Ne zbulojmë se personi përballë nuk është shpëtimtari ynë, por thjesht një njeri tjetër po aq i humbur sa ne. Ne ikim nga njëra lidhje të tjetra, duke menduar se problemi është te partneri, kur në fakt ne po ikim nga e vërteta jonë. Tani, mendoni pak dhe gjeni qetësi për vete. Pushoni së kërkuari, filloni së ekzistuari, ndaloni së qeni gjuetar të dashurisë. Dashuria nuk kapet me rjetë, ajo thirret me frekuencë. Kur ti ulesh me veten, pranon mangësitë e tua dhe feston avantazhet e tua, diçka magjike ndodh. Kur ti ndjehesh i plot, i qëndrueshëm dhe me vetbesim të palëkundur, ti nuk ke më nevojë për dikë që të bëj të lumtur. Ti je vetë lumturia. Në këtë pikë, ti pushon së qeni nevojtar, dhe asgjë nuk është më pak tërheqëse se nevoja, dhe asgjë nuk është më magnetike se vetë mjaftueshmëria. Kur ti bëhesh paqe, do ta takosh paqen. Kur ti bëhesh gëzim, do të tërheqësh gëzim. Ky nuk është thjesht një mendim pozitiv, është ligj natyror, është ligji i Zotit. Personi që rezonon me ty nuk do të shfaqet sepse ti e kërkove në çdo cep, por sepse energjia jote e bëri të pamundur që ai të mos të gjente. Ti nuk je një pikë uji në oqean, ti je i gjithë oqeani në një pikë, thoshte Rumi. Një lidhje që zgjat nuk është ajo ku dy njerëz mbështeten të njëri tjetri për të mos rënë, por ku dy njerëz qëndrojnë fort në këmbët e tyre dhe zgjedhin të ecin krah për krah me njëri tjetrin. Bëhu i lumtur me veten, rrite vetbesimin, shtoje vetvlerësimin, dashuroje vetmin tënde, po aq sa shoqërinë. Dhe në atë moment të qartësisë absolute, personi që rezonon me shpirtin tënd do të shfaqet natyrshëm. Jo si një shpëtim, por si një pasqyrim i dritës që ti tashmë e ke ndezur.
mos kërko, bëhu, dhe ajo që është e jotja do të vijë. Beso.